burri nuk e plotëson asnjë nevojë, asnjë obligim, asnjë detyrë, as ndaj meje, as ndaj fëmijëve. Ajo të bëjë haram, o të bëjë gjuna, edhe premtimin në momentin e fejesës që në heshtje e keni bën njëri tjetrit para burrave, po e thënë, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se bashorti ka obligim ndaj gruas edhe ndaj fëmijëve. Në këtë rast, ti ose e lyp hakin tanë në format e lejume edhe të kërkume, ose hesht. Nëse mund me hesht, Allah të një moft. Nëse dënë me lyp hakin tanë, bismillah. Ashtë e drejtë e jotja me lyp hakin tanë. Qësh, zgjadhi format legjitime, format e mira, format e lehta, me qëllën që mos me i bë vetës në ndonjë problem të caktuar. O ju meshkuj, bëhuni burra, merrni përgjegjësitë që i keni karshi familjeve tuaja. Nuk o veç me marrë gruan, edhe me shfryepsh. Nuk është me bë fëmijë dhe me thonë unë kam kaq fëmijë, por duhet më konë prend edhe bashkërt i ndërgjegjshëm me plot dinjitet.